Po, ne kishim përgatitur ndeshjen për me lujt ndeshje ofensive, për me sulmu më shumë kundërshtarin. Edhe mendoj që pjesë parë, një pjesë lojës e bëm shumë mirë, pastaj në pjesën e dytë ishim pak më larg njëri tjetrit dhe e bëm golin, por trajneri na tha pas ndeshjes që kjo më shërben mu për ndeshjet e ardhshme, që ta përgatis ndeshjen, e di se çka mungon edhe pastaj do i praktikojmë gjana tjera në ndeshje. Jo, atmosfera është fantastike, si nëse shihni jemi gjithë bashkë edhe jemi me njëri tjetrin, edhe është një atmosferë që unë gjithmonë me pres me ardhë këtu, sepse je qojmë shumë mirë me njëri tjetrin, edhe kjo energji pozitive gjithmonë na ka çu përpara edhe mendoj që ndeshjen tjetër do ta marrim dhe të shkojmë për ta fitojmë. Po përgatitemi maksimalisht sepse duam që ta fitojmë ndeshjen edhe të shkojmë në pushime pastaj me kokën më të qetë dhe më mbar. Këto dy ndeshje na shërbejnë shumë sepse ne duhet ta praktikojmë lojën që i kërkon trajneri për me ardhë në shtator për ndeshjet e radhës që me pas idetë e qarta. Unë i them gjithmonë tifozat janë forca jonë dhe pa te ne nuk mund të arrijmë objektivat që kemi, edhe them që të vinë sa më shumë të na përkrajnë, pavarësisht se kush luan formacion ose kush nuk është, them që të vinë gjithmonë ta përkrajnë sepse edhe ne lojtarët nuk e shikojmë kur thret kombëtarja, gjithmonë kemi qenë larg familjes, larg gjitha gjana, edhe shpresoj që të vinë të na mbështesin edhe të jemi gjithë bashku.